Një grua e fuqizuar çdo të thotë, kush është imazhi tipik? Nëse ne bëjmë një sondazh tani online, çdo të thotë një grua e fuqizuar. Dhe një nga alternativat më pakt që të dalin në parë është një grua e cila është e lirë të vendosë edhe shamin ose që do të bëhet besimtare. Sepse ndonjëherë nuk merret si e tillë, më kupton, nuk lidhet ndonjëherë besimi automatikisht, më kupton çfarë dua të them, besimi me traditën. Dhe ndonjëherë këtu lind pa dashur ose dhe me dashje, se ka dhe ka dhe mungesë informacioni midis identitetit, midis kulturës dhe besimit. Ajo që ndodh shpeshherë është që ne nuk merrem me tjetrin, po merrem me kallëpin performativ që ne kemi në mendjen tonë se si duhet jetë një grua e fuqizuar. Më kupton çfarë duhet të them, dhe këtu fillon gjithë problemi, se ne nuk ballafaqojmë më mbi fenomenin. Pra çdo thot një grua e fuqizuar apo një grua me shami apo një grua që zgjedh të mos shkojë, mos bëj karrierën profesionale, po të rinë në shtëpi. Për sa në rast se flasim për zgjedhje patjetër, po ne nuk gjykojmë më zgjedhjen. Ne, është ajo që unë thajve, diskutojmë dhe komunikojmë për atë që kemi ne në mendjen tonë. Dhe atëherë gjitha hapësira publike bëhet kakofoni.